Deri para një viti, rruga për në pikën kufitare në Jarinje ishte e mbushur me barikada, ndërsa qytetet në veri të vendit ishin cak i grupeve kriminale serbe dhe sinonim i destabilizimit. Sot, në komunat veriore, të cilat janë me shumicë serbe, situata është krejt ndryshe. Qytetarët lëvizin lirshëm nëpër rrugë, duke shijuar ditën në mënyrë të zakonshme. Ata zhvillojnë aktivitetet e tyre pa pengesa dhe prania e sigurisë është e dobshme, duke kontribuar në një atmosferë të qetë dhe të sigurt për të gjithë banorët. Me largimin e strukturave kriminale dhe mbylljen e strukturave paralele, veriut i është kthyer qetësia dhe rendi. Këtë konfirmon edhe zëvendëdrejtori i policisë për rajonin e Mitrovicës së Veriut, Veton Elshani, i cili për Arbërshimfo tregon se gjendja në veri është stabile por e ndjeshme. Situata e sigurisë në veri të vendit është e qetë, është stabile, mirë po është delikate, duke marrë parasysh zhvillimet politike që janë që gati 3 vite e kënej, por në përgjithësi muj me thonë që situata është e qetë. Nuk ka ndonjë shenjë për momentin, sidoqoftë duke marrë parasysh që ajo butoni e pulla e panikut nuk është këtu po në Serbi, varet nëse dikush e prej ka të pull, atëherë ka mundësi këtu me lëvizionat, po deri tani situata është e qetë. Në rast se ndodh diçka, na jemi këtu për me reagu. I pyetur se sa qytetarët serb i besojnë policisë, Elshani tha se në vitin 2024, donë se ka pasur më shumë policë shqiptar, numri i rasteve të raportuara ka qenë më i madh se sa i atyre të raportuara në vitin 2022, kur shumica e policëve kanë qenë serb. Ne kemi më shumë raste të paraqitura në vitin 2024, po e zëmë se sa në vitin 2022. Numrat janë statistike dhe statistikat e tregojnë për shembull numrin e rasteve sa është paraqit më shumë apo më pak. Kjo tregon që ne, edhe pse shumica e policëve në këtë vend vitin 2024 kanë qenë shqiptarë, domethënë kosovarë përkatësisë etnike shqiptare, ne kemi pas më shumë raste të paraqitura se sa në vitin 2022, kur shumica e policëve këtu kanë qenë serbë. Zëvendëdrejtori i policisë për rajonin e Mitrovicës së Veriut vlerëson se bashkëpunimi me qytetarët serb është shumë i mirë, pasi që të gjitha informacionet për armët e laboratorët e drogës që janë gjetur deri më tani vijnë nga qytetarët. Elshani tha se diku kanë qenë 65 rrugë ilegale, duke theksuar se deri tani janë mbyllur diku 25 prej tyre. Unë konsideroj që është bënë një punë shumë e mirë dhe ndoshta ka mundësi që më shumë ka kontraband tash në jug, pjesën jugore të vendit se sa në këtë zonë ku jemi këtu. Mes të tjerash, Elshani vlerësoi edhe bashkëpunimin e mirë të policisë së Kosovës me KFOR-ën. Për situatën e sigurisë, Arbërshimfo tentoi të flasë edhe me qytetarët serb të komunës së Leposavicit. Mirë po të njëjtit nuk pranuan të flasin para kamerave. Në kaq kryetari i komunës së Leposavicit, Lulzim Hetemi, theksoi se situata e sigurisë në komunën e Leposavicit është shumë e mirë, madje duke shtuar se më e mirë është se sa në disa komuna që janë në jug të Kosovës. Rikthimi i rendit dhe ligjit në këtë pjesë të vendit ka ndikuar edhe në zhvillimin ekonomik të komunave veriore. Në Leposavic janë hapur disa biznese, të cilat kanë ndikuar në rritjen e punësimit të qytetarëve serb dhe integrimin e tyre.